Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzieni vaj ulliri dhe limon do i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Disa trajtime natyrore munden të japin efekt pozitiv për një herësh në shumë pjesë të organizmit, duke kuruar dhe parandaluar disa probleme serioze. Kjo recet është një trajtim tërësisht efikas i cili do t'i vi në ndihmë organizmit tuaj për të kuruar dhe parandaluar shumë probleme. Është një trajtim detox fantastik që do të pastroj trupin dhe do të zgjidh problemet me lodhjen dhe mungesën e energjisë. Dhe gjithçka që juve ju duhet është vaj ulliri dhe limon, dhe sa po ta provoni nuk do të ndiheni më të lodhur apo në humor të keq. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se gjithçka që juve do t'ju duhet është vaj ulliri dhe limon, dhe sa po ta provoni, ju nuk do të ndiheni më të lodhur apo në humor të keq gjatë gjithë kohës. Sipas ekspertëve, ju do t'i jepni trupit tuaj energji, do t'ju freskojë dhe do t'ju mbajë të shëndetshëm. Trajtim për shumë probleme shëndetësore. Ekspertët gjithashtu kanë pretenduar se ky trajtim është përdorur për shekuj me radhë për të parandaluar probleme të shumta shëndetësore. Për shkak të vetive pafund dhe të lëndëve ushqyese që përmban limoni dhe vaji i ullirit, kombinimi i këtyre përbërësve e bën një përzierje tepër të fuqishme e cila trajton dhe parandalon shumë sëmundje. Ekspertët pretendojnë se mundet të trajtojë dhe të parandalojë probleme si problemet kardiovaskulare, për shkak të përmbajtjes së lartë të acideve yndyrore në vajin e ullirit, i cili është vital për trajtimin e kolesterolit të keq, ndihmon në qarkullimin e gjakut. Kjo përzierje parandalon problemet kardiovaskulare dhe është shumë ndihmëse në trajtimin e shqetësimeve në zemër. Prej shumë vitesh njerëzit e kanë përdorur kurën natyrale me vaj ulliri dhe limon në të mirë të shëndetit dhe të trupit tuaj. Kjo kurë, e cila konsumohet esën në mëngjes, është një alternativë e shkëlqyer shumë e mirë për të pasur një shëndet tërësisht optimal. Gjithashtu mjafton që ju të shtrydhni një limon dhe më pas ta përzieni atë me një lugë vaj ulliri dhe ta pini rregullisht. Përfitimet e kurës me vaj ulliri dhe limon për shëndetin. Detoksifikimi i trupit. Përzierja mes vajit të ullirit dhe limonit është ideale për të pastruar të gjithë trupin. Ky lëng duhet konsumuar përpara ngrënies së mëngjesit në mënyrë që të funksionojë në mënyrë optimale. Nga ana tjetër, gjithmonë keni parasysh që ofron një mbrojtje tepër të rëndësishme për zemrën. Sipas informacioneve, vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore të cilat riaktivizojnë qarkullimin e brendshëm duke eliminuar kolesterolin e keq. Nga ana tjetër, vaji i ullirit largon inflamacionin dhe e pajis trupin tuaj me vitamina dhe me minerale. Kundër kolesterolit, vaji i ullirit me limon është një kurë tërësisht natyrale për të ulur nivelet e larta të kolesterolit në gjak. Problemet me reumatizmën. Sekreti i suksesit të kësaj kure kundër reumatizmës qëndron pikërisht tek vlerat kundër inflamacionit. Nëse e pini këtë kurë rregullisht me stomakun bosh, ju do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot, kjo kurë njihet edhe si lëngu i artë. Kundër konstipacionit, vaji i ullirit ka efekt laksativ, sidomos kur konsumohet me stomakun bosh. Kjo kurë natyrale zgjidh problemin e konstipacionit. Për shëndetin e mëlçisë, kur organizmi mbushet me toksina fal ushqyerjes së keqe në ndim, vjen vaji i ullirit me lëngun e limonit. Intoksimi i organizmit ndikon ndjeshëm në shëndetin dhe funksionin e mëlçisë.
duke e konsumuar lëngun e limonit dhe vajin e ullirit në mënyrë të rregullt, atëherë ju do të përmirësoni shëndetin e mëlçisë. Problemet me tretjen. Lëngu i limonit me vaj ulliri rekomandohet për problemet me tretjen, aciditetin në stomak e të tjerë. Ky lëng ka efekt qetësues për problemet me stomakun, sidomos kur ai konsumohet esëll. Lëkura, flokët dhe thonjtë. Vaji i ullirit, nga ana tjetër, në qoftë se bashkohet me lëngun e vajit të ullirit, ofron një kurë tërësisht ideale, sidomos për njerëzit të cilët kanë thonjë të brisht, akne dhe çrregullime të pH-it të lëkurës. Ky lëng është i pasur njëkohësisht edhe me antioksidant, të cilët luftojnë shenjat e moshës dhe po ashtu rrudhat dhe njollat në lëkurë. Vaji i ullirit dhe lëngu i limonit gjithashtu rekomandohen për të trajtuar zbokthjen në flok duke masazhuar atë përpara larjes. Sipas ekspertëve, kombinimi i limonit me vaj ulliri është një kombinim i famshëm për të stimuluar dobësimin dhe sipas ekspertëve duhet të dini se këta dy përbërës natyral e ndihmojnë trupin tuaj të nxjerrë të gjitha toksinat jashtë nëse konsumoni një gotë në ditë. Përveç përfitimeve të brendshme që sjell kjo pije, ju mund ta përdorni edhe për trajtime të jashtme. Limoni dhe vaji i ullirit janë një mënyrë tërësisht efikase e trajtimit të problemeve me lëkurën. Ne do t'ju sugjerojmë një mënyrë tepër të thjeshtë të trajtimit të lëkurës me anë të këtij kombinimi perfekt. Vaji i ullirit është i mbushur me antioksidantë si vitamina A dhe E dhe gjithashtu ndihmon edhe në pastrimin dhe rikuperimin e fytyrës së dëmtuar nga aknet, tymi i cigareve apo edhe nga faktorë të tjerë të jashtëm. Sipas ekspertëve, gjithmonë duhet të keni parasysh se vaji i ullirit funksionon edhe si një zbutës natyral, duke i lënë poret tuaja të pastra dhe mban në larg krijimin e akneve. Sigurisht, duhet të dini se vaji i ullirit është i këshillueshëm për lëkurat tuaja delikate dhe i mban ato të pastra dhe të buta. Lëngu i limonit është një ilaç natyral që ndihmon në mbylljen e poreve dhe të shenjave të cilat i shkaktojnë aknet. Sigurisht, ngjyra e lëkurës tuaj do të jetë më e bardhë, më e ndriçuar, për shkak se limoni e ka aftësinë që të sigurojë një pastrim tepër të thellë të saj. Përzierja e këtyre dy përbërësve do t'ju japë ju efektin që ju dëshironi. Përbërësit janë 2 lugë gjelle vaj ulliri, 2 lugë gjelle me lëng limoni. Kuptoni që të dy përbërësit duhet i përzjeni në një enë të vogël dhe t'i trazoni mirë. Aplikojeni më pas në fytyrë të pastër dhe në qafë duke shmangur kështu zonën për rreth syve. Lëreni që të veprojë për 25 minuta dhe siguroni që gjatë kësaj kohe të vendosni një peshqir rreth qafës për të evituar ndotjen e rrobave tuaja nga kjo maskë. Më pas, lani fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë dhe thajini me kujdes me një peshqir të butë. Më pas e aplikoni kremin e përditshëm në fytyrën tuaj dhe do të shikoni se si ju do të keni rezultate të shkëlqyera. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!